ndeриmet qofshin për Allahun, salavat dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vulën e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnikët dhe mbarët ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij dhe në ditën e fundit ku elusin madhruarin Allah të na bëjë prej tyre. Zot bëje tubimin ton, tubim të bereqetshëm dhe të mëshiruar, ndarjen pas tij forcë dhe bashkim akoma dhe më të madh. Mos lejo që në mesin ton dhe prej nesh të ketë të dëshpëruar, të privuar nga mëshira jote. Amin ya rabbel alamin. Të nderuar vëllezër, në javën e kaluar trajtuam diçka rreth metodës profetike se çfarë veproi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ose çfarë arriti të bëjë nëpërmjet vëllazërimit mes muhaxhirëve dhe ensarëve. Normalisht një sfidë e madhe për të dërguarin e Zotit ishte edhe sfida e varfërisë, sfida e strehimit. Kishim shumë të pastreh. Një zgjedhje të parë e bëri nëpërmjet vëllazërimit. Dhe thamë që të vëllazëruarit, ose ata të cilët ishin në statusin e vëllazërisë, ishin mbi 100 persona. A mjaftonte? Nuk mjaftonte. A ka patur vëllazërim për disa herë me radhë? Ka patur. Po sërish a mjaftonte? Shikoni se si i dërguar i Zotit të nderuarit e mi vetëm se jep zgjedhje. Dhe një ndër problematikat që ishte strehimi, i dërguar i Zotit e zgjedh ose jep një zgjedhje të dytë për të na dhënë mësim se si duhet veprojmë në të tilla raste, por në të njëjtën kohë për treguar edhe një herë tjetër që detyra e muslimanit është të gjejë zgjedhje jo momentale, por zgjedhje që të jenë model dhe për të ardhmen. Për herë të parë në historinë e Islamit u përdor ajo që quhet banorët e suffes. Sot ka qendra sociale, ka shtëpi sociale e kështu me radhë, ndërsa atëherë nuk kishte një koncept i tillë. Por u vendos streha ose banorët e suffes. Çfarë nën kupton suffe? Qëllimisht e lash termin arabisht. Çfarë nën kupton fjala suffe? Fjala suffe është tent. Pra pjesë e mbuluar ku në ansorët e saj ose rrethinat e saj, rreth e qark saj nuk ka mure. Banorët e suffes kush do të qenën? Do qenën një grup njerëzish të cilët do të banojnë në një tent të tillë pa mure rreth e qark. Shpesh herë domethënë e kemi përdorur ose kur është përcjellë është kuptuar ata të cilët ose është përdorur vazhdimisht ata të cilët banonin në xhami. Që vërtetë ato nuk ishin në xhami. Të ishin në obor të xhamisë. Ishin në obor të xhamisë, jo vetëm në xhami. Dhe banorët e suffes ishin disa kategori njerëzish. Të parë do të ishin ata të cilët ishin emigrant ose muhaxhir, që kishin nevojë, domethënë, ishin të pastre normalisht. Një kategori e dytë, dhe kjo kategoria e muhaxhirëve, zakonisht ishin muhaxhirë të cilët jo këta të ardhurit nga Mekka, po ata të cilët kishin emigruar më parë si rasti i Etiopis, drejt Etiopisë Abisinisë, dhe ishin zhvendosur sërish në një emigrim të dytë në Medinë. I dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam duke mos zgjedhur streh tjetër për to, streha atyre u bë oborri i xhamisë ose pjesa e jashtme e xhamisë, e cila ishte mbuluar nga lart, por jo dhe nga anët e saj. Pra kategoria e parë ishin këta. Kategoria e dytë ishin vizitorët e ndryshëm të cilët vinin nga vise të ndryshme me mision ose kalimtar. Me mision ata të cilët vinin për tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe këta kanë qenë të shumtë delegacionet e tilla. Ku do banonin nuk ishte koncepti akoma i haneve që doli më vonë. Akoma domethënë për arabët nuk kishte hane. Arabët akoma njihnin vetëm strahimin në shtëpi, me të ardhmik ke shtëpia. Mirë po, bëhej fjalë për delegacione të shumta, për njerëz të shumtë, për kush ishte ai që do të kishte aftësi, domethënë për të bajtur, për të marrë mbi sube gjithë këto shpenzime, ndaj lindi nevoja e kujt e një strehe të tillë. Dhe këto ishim ne në kushtet të vështira. Pra unë nuk po them se i dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam tashmë kishte një kapital në gjendje dhe nuk po ndërmerrte hapa të tjera. I dërguar i Zotit nuk kishte kapital.
ishte në kushte shumë të frikshme. Një tjetër kategori, krahas këtyre të cilët ishin vizitor me mision ose kalimtar, sepse mund të ishin edhe kalimtar, ishin vendalit e Medinës. Tek vendalit e Medinës, nderuarit e mi, nëse do ta lija me kaq që ishin vendalit Medinës, normalisht që gjithë ne do të kuptojmë që ishin të varfrit, të pastrejat e Medinës, apo jo? Nuk është e vërtetë. Pasanikët e Medinës, ndërto Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik el-Ansari, domethënë ishte ndër pasanikët e vendit. Po çonte domethënë një pasanik të vendit për shembull për shku dhe me jetu në një qendër sociale. Shkonte për pjesën edukative. Shkonte për të edukuar. Nuk shkonte se nuk kishte, por shkonte të edukohej, sepse aty do mësonte asketizmin. Aty do mësonte zuhdin. Aty do edukonte shpirtin e tij. Aty do i thriste mendjes. Ndaj, edhe nëse nuk jetonte për shembull vazhdimisht, se nuk po them unë që vazhdimisht e kishte aty, po kishte një pjesë prej tyre të cilët e frekuentonin shpesh, e frekuentonin si banim. Dhe normalisht aty ka patur shumë persona të cilët kanë jetuar për kohë të gjata derisa pati përmirësim domethënë në ekonominë islame. Po çfarë bënin këta banorët e Sufës? Domethënë një pyetje me vend kjo. Dhe a kishte në mesin e tyre femra? Vetëm meshkuj. Nuk ka pas në xhami ose në atë që quhej ndryshe strehza e Sufës, nuk ka pas femra. Sepse femra domethënë jetonin në shtëpi. A kishte femra? Patjetër që kishte femra nevojtare, kush thosë se kishte femra nevojtare të pastreha. Por nuk e lejonte njerëzilliku, nuk e lejonte burrnia dhe aq më tepër besimi që të lejonte që femra domethënë të jetonte në një vend të hapur siç ishin këta të tjerë. A dini vëllezër e mi se çfarë kushtesh kishin? Domethënë Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, që është një ndër ata të cilët e ka frekuentuar këtë vend gjatë, sa ai vetë ka thënë kur e kanë pyetur që Ebu Hurajra domethënë si ke transmetuar kaq shumë ti nga profeti alayhi salatu wassalam, ka thënë sepse njerëzit e shoqërohenin me profetin alayhi salatu wassalam për të mësuar prej tij, ndërsa unë shoqërohesha se kisha nevojë të mbushja edhe barkun. Pse kishin nevojë të mbushte edhe barkun? Këta persona nuk ishin parazit, nderuarit e mi. Nuk ishin parazit. Një pjesë prej tyre madje ishin njerëzit që sakrifikonin më tepër, si rasti e Ebu Hurajrës, sepse kishin një mision që ishte të mësuarit, të nxënit, por edhe mësimdhënia, mësonin të tjerë. Ndaj do vrejmë se shpesh frekuentuesit ose banorët e Sufës domethënë janë dhe mësues, mësojnë të tjerët. Ishin vetëm burra, thamë, sepse nuk kishte gra aty. Dhe numri i tyre varionte midis 50, 70 dhe 100 vjet. Dhe kushtet e tyre ishin shumë të vështira. Ai sa vërejmë në transmetime të ndryshme për frekuentuesit e këtij vendi, po flasim për ata të cilët ishin me 100% nevojtar, thotë rrobat e tyre ishin të pista. Ishin të pista se normalisht tani të rish në rrugë, privatësi nuk ke, sado që ti të pastrohesh, nuk mundesh. Thotë dhe shpesh herë, pra një prej tyre është Ebu Hurajra, i cili thotë shpesh herë na vinte zor të shoqëroheni me njerëzit nga gjendja në të cilën ishin. Pra deshes ti, njeriu i cili jeton rrugëve, erë do të ketë. Ndërkohë që feja jonë, domethënë profeti alayhi salatu wasalam ka thënë at-tuhuru shatrul iman, pastërtia është gjysma e besimit. Pastërtia është besimi vet. Se kjo gjysma nuk lejon gjysmën tjetër. Kërkohet pastërtia e shpirtit, por kërkohet pastërtia e trupit, pastërtia e moralit, pastërtia e sjelljes, pastërtia në të folur. Të mos përdorësh domethënë në të folurën tënde vetëm sa ato që e kënaq Allahu subhanahu wa taala. Ndaj shpesh herë thotë Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, domethënë ishim të tillë. Madje thotë kishim raste që u ankonin pejgamberit alayhi salatu wasalam për ushimin, se shumica e ushqimit tonë do të kush ishin hurma. Në hurmën zoti han për luks, në vendin tonë normalisht janë të panjohur. Filloi domethënë kur dëgjoj subhanallahu disa duke fol. Ka ato hurmat e mira fare. A ku merr vesh ti hurmat e mira fare, hurmat pa mira fare. A thu se je një 5 breza ti mo që jetu mjell hurma,
Ne i ti se kush janë ato hurmat e mira fare. Pa hurmat gjitha vlera kanë vëlla. E në pëspati sy, se dikush thotë, janë ato të mdhoja, ato mas nepse ato të voglat, ndër hurmat më me vlerë janë agjuat e Medinës. Agjuat janë të vogla. Për ty që merr vesh, domethënë që bëjnë si mjeshtra. Filloi flet, asusa do të folë specialisti i hurmave të shenë, u kry puna. Do të më pas frikë Allahu në vlezë edhe kur flasim. Shejtani hyn nga këto dyrë hyn, të fut veten në qef, dhe shpreja domethënë që është trashëguar në vendin tonë, kur do ta mallkosh dikë, thuaj ty vetë jam qef. Fillo ty vetë janë qef, ty vetë janë qef se je duke konsumuar diçka as më të veçantë, më special. Ja, këto i kam blek kaq që unë i kam blek, e po pastaj si ke blek kaq që i ke blek aq. Kujt do t'u interesu se sa i ke bleti? Subhanallah. Sahabët i njohin profetit alayhis salam ose banorët e sufës dhe i thonë që i dërguari i Allahut, domethënë na brejtën hurmat nga mrena. Në vërtet them se janë të mira, po nuk është shtyner dot njeriu vazhdimisht një lloj ushqimi. Dhe thotë i jepte profetit për çdo ditë nga një grusht hurma. Atëherë ai ishin parazit këta njerëz, nuk ishin parazit. Nuk ishin parazit, por sakrifikuan. Ebu Hurajra si përmendet emri sot e kësaj dite, apo jo, ka musliman mos më njoh Ebu Hurajra, edhe mos më ditë detaje të jetës së tij. Emrin ja ke dëgjuar patjetër. Është transmetuar si më shumë se 5000 hadithe. Kur tregon Ebu Hurajra domethënë për ato vuajtje të cilat i ka përjetuar në atë periudhë, ose kur dëgjon në një herë subhanallahu. Njerëz të cilët kërkojnë të imitojnë domethënë veprimet të caktuara të sahabëve të profetit alayhis salam në jetën tonë sot. Kur studioja unë dikush, kur studioja unë në xhami. Çfarë studioja ti në xhami tonë? Po na tregon studimin se po ulesh me lexu Kur'an apo me lexu diçka tjetër, duket ty se ai është studimi? Studimi është ulesh me dikë të të mësoj, të tregoj se si duhet vepruar. Dikush është studimi, vallahi. Studimi është ai që Imam Ebu Hanife rahimahullah u shoqërua me profesorin e tij për vite me radhë, dhe kur ati ju dash të udhtonte në një udhtim, sepse kishte një çështje të tij personale, e lën domethënë trashëgimtar të vetin më këmbës të tij në xhami për muaj me radhë, për 3 ose 4 muaj, dhe thotë Imam Ebu Hanife rahimahullah, shënova të gjitha pyetjet të cilat më i drejtonin, i shënova të gjitha pyetjet dhe përgjigjet dhe arriti puna aty, që kur u kthye profesori im, domethënë, ja parashtrova përgjigjet e mia për çështjet të cilat më kishin pyetur, dhe në një pjesë të mirë të tyre nuk ra dakord me mua, mbi 60% të tyre nuk ra dakord me mua. Dhe thash nuk flet Ebu Hanife, ndërkohë që është një person si puna jote, pra nuk do të flas më. Kur dikush të më pyesë, nuk do të flas ndërkohë që ka njerëz si puna jote. Përse? Po është edebi pra. Ky është edebi, dhe ti po na tregon tash se kur shkoja dhe studioja unë në xhami. Studiosh në xhami do thotë ulesh ke personin fjalë. Shpesh herë u shifte Imam Ebu Hanife, domethënë teksa mbante mësim, thotë u çonte në kam. Një herë, 2, 3. E pyetën në hoxh, çfarë ke që çohesh në kam? Thotë ishin duke lozë sa fëmijë në borrin e xhamis, ndër fëmijët të cilët lozën ishte edhe kush? Djali i hoxhës vet. Kështu na mëson Islami. Do në me ditë Islamin, ky është Islami. Thot ju çonte në këmbë djalit hoxhës, ishte tu lozë atje në borr me fëmijët, për respekt të hoxhës tij. Dhe thot nuk i shtrinte këmbët në drejtim të shtëpisë së hoxhës. Nuk shtrinte këmbët në drejtim të shtëpisë së hoxhës tij, as kur ishte në xhami, por as në shtëpinë e vet. Këtë respekt kush ja imponon? Se sot, pa, nëse këto janë teprume. Po për teprume, për atë që i pret drut shkurti teprume është, po. Halli është se ai i cili e vlerëson një diçka, i jep vlerë diçka, ai ka dhënë vlerë vetes. Ai që respekton dijen, ai ka respektuar veten, ai që respekton të tjerët, ai ka respektuar veten. Pra tregon Ebu Hurajra rahimahullah ndër vuajtjet e tij, të cilat i ka përjetuar, dhe thotë: dola një natë më nxorri nga shtëpia ime vetëm se uria. Por s'kisha ndonjë arsye tjetër. Thotë dhe kalon aty pranë Abu Bekri radiallahu anhu. Dhe më thotë Ebu Hurajra, ç'ne që pas ke dalë në rrugë natën nuk ishte zakonshme.
me shku me net në rrugë. Thot, po ja, thot, mendova se mos vjen në një tip si puna jote, të më japi selam, pra të fitoj sevap, dhe të më lexoj në një ajet kuranor. Një ajet kuranor, thotë Abu Bekri hiku. Ky ishte jurit. Hiku e Abu Bekri. Vjen pas tij thot Umeri radiallahu anhu. Edhe ju Umeri në të njëjtën formë. Thotë Abu Hurajra që mirë të pasën nxjerr nga shtëpia. Në rastin kur po flasim tani, pra është i akomoduar Abu Hurajra në shtëpi, po sërish vuan pjesën se nuk fokusohet dot vetëm në punë, arsye se dëshiron të shoqërohet me dërguarin e Zotit në mënyrë që të përfitojë prej tij. Pra shoqërimi i tij me dërguarin e Zotit është 4 vite e pak dhe është transmetuesi më i madh i haditheve të profetit alayhis salam. Edhe Umeri thot si erdhi iku derisa erdhi ostari. Pejgamberi alayhis salam nuk ka nevojë të folë shumë. Pas i përshëndeti, më thotë Abu Hurajra, që mirë pas kanë zjerë. I thash dhe pejgamberit alayhis salam ashtu sikurse u thash dhe 2 parafolëse, ose Abu Bekrit dhe Umerit. Qeshë thotë i dërguar i Zotit dhe hajde Abu Hurajra, hajde të shkojmë tek shtëpia. Tani, kur themi që hajde të shkojmë tek shtëpia, i bën që diçka kemo ti në shtëpi. O vëllezërit e mi, pejgamberi alayhis salam nuk ka për vete. A e kupton ju mirësin që ti dhe më thënë hanë në shpinë donë dhe buk gruri, elhamdulillah, o Zot, mësë në privo prej mirësive tua dhe në pëjë dhe më thënë prej falenderuese. Po profeti alayhis salam nuk ka ngrënë e herë buk gruri, o vëllezërit e mi. Gjithmonë ka ngrënë buk thekrës. Sot ka disa që po e konsumojnë bukën e thekrës për të dobësuar. Ne po themi që nuk kishte çfarë të konsumonte, çfarë të hante. Dhe i thot do të bashkëshortes tia kemi në diçka për Abu Hurajra, do të ka sjell një enë me qumësh, të nxjerrë dhe me qumësh, ta ka sjell filani dhuratë i dërguar i Zotit. I qumshin domethënë arabët e asaj kohe e përdornin si ushqim. Qumshin e konsumonin si ushqim, pra e pinin atë. Elhamdulillah, thot Abu Hurajra. Thotë Abu Hurajra, gjithë qef më thotë se isha jurit. Shko dhe triti, thot, ata që rrinë sufe, që tham ishin nga 50 dhe 100, varion të numri tyre. Po i rrinë më të paktës më 50, se 50 ishin. Se librat e jetëshkrimit të profetit alayhis salam i përmendin dhe me emra ata që kanë qenë aty. Shko dhe thot i thrita, ku ju bëjtë fjalë dysh dërgumit Zotit. Thot dhe erdhën në shtëpinë e profetit sa mrena, sa jashtë. Se sa shtëpi kishte i dërgumi Zotit që më zonë gjithë të burrë. Thot, dhe më dhe Abu Hurajra, thash, elhamdulillah. Tha mundë që fillot ti, pak të në pip. Të ishte, sa do pishin aty maksimumi, thot 2 veta. Pra ishte mjafton të përpi 2 veta, jo të rritë fort. Profeti alayhis salam thot, saqil qaumi akhiruhum shurba. Ai që u servir tjerëve për të pi, tjeti fundit që pi vetë. Do më thënë, e keni vure vëllezërit e mi se e kemi pas në ndasma dikur, jo sot, dikur, që i bëshin ndasmat në përshpia, zmeqaret kur hajshin në fund. Zmeqaret shpesh herë ishin njerëzit më të afërt familjes, po hanin në fund. Çfarë ishte kjo? Traditë profetike. Se sot kamerierëve u japin përpara, do më thënë që të jenë në rregull, po kamerieri është gjë tjetër. Ndërsa këtu po themi do më thënë atyre të cilët shërbenin. Thot, filloi e po burrave me radhë, dhe u dhash thot derisa kanë pi nga i pari deri tek i fundit. Ke kush? Ke jenë, që thotë Abu Hurajra për maksimum ishte për 2 vetë, hajde 3. Pinë gjithë, kur marruan dhe u larguan e falenderuan dërgumin e Zotit, i thot pejgamberi alayhis salam, Abu Hurajra, kush ka ngel? I thash unë atij dërgumin e Zotit. Ti tha. E ta vu, thot, no, thot e burë, mi frym. Mi frym. Pije. E hoqja. Thot e Hurajra, pi. Ja, dhash një herë tjetër. O e Hurajra, pi për streti. Më thot për s'ka do e Hurajra, pi, dhe shvallaj e dërgumi Zotit. Nuk ka më vend.
Thotë Abu Hurajra, thotë dhe piu, thotë i dërguari i Zotit, vallahi, thotë, nuk di të them se kur kishte më shumë, pasi pim gjithë ne dhe ajo që ngeli, apo në fillim. Pra këtë nuk e ndaj dot. Ky është bereqeti i dërgumit të Zotit. Pra kjo është mrekulli prej Allahut xhallahu xhelalu që ja ka dhënë dërgumit të tij dhe kjo është ndër më të voglat. Ajo që doja të thoja, domethënë vuajtja e këtyre njerëzve, këta ankohenin nga konsumi i hurmave dhe i thonin të dërguarit të Zotit se kanë nevojë për të konsumuar ndonjë gjë tjetër. Ndërsa ti e unë sa e kjo. Të faltë Allah. Profeti a.s. kur diçka nuk i pëlqente, nuk fliste. Jo s'hahet, jo hahet, jo kështu. Normalisht se njeriu ka preferencat e veta, se nuk do të thotë se duhet me ngrënë diçka me zor. Me zor jo. Ama domethënë me tregu edep, me tregu moral, me mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk të pëlqen, lënë, po mos flit. Jo po ka shumë krip, jo po ka pak krip. Është një tregim që unë tregoj vazhdimisht, është qesherak. Thot një ditë gruaja, domethënë që kish gatuar drekën në shtëpi, i kish bërë gjithë në mod pribret. Buka e djeg me qella djegë me kripe me gjona me kret. Në burri i thojte vazhdimisht, plumshin durë, që kanë shumë më mirë, plumshin durë. I herë, 2, 3 dhe thot çuni, për kishin çunin në sofër. Po bab thot po, pse gënje thot se këto s'hahen, kanë shumë kripe kështu. Ta më shpull dhe baba ati. Kur dolën dhe hikën prej aty, i thot baba, si thej një herë. Po çfarë të them thot se fola atje më gjujte. E vërtet është, thot, ashtu ishin. Ishin djegme, ishin me krip. As i gjon se njeriu kur nuk është gjithmonë në qejf, vallai. Kur nuk e bën diçka me pasion, me dëshirë. Ashtu ka për ta bërë. Ashtu është në vërtet, ashtu ishin. Po pse e gënjeve thot baba? Si i kënë ngrënë dhe ditë të tjera? Ditë të tjera dhe kanë qenë gjonët mirë, alhamdulillah. Pra ne thot ishe të thonë baba ja dhe shumë. Se të kishe gatu baba ty, kishe për t'i hangër për ditë, shumë si që hangër ke nona sot, po të gatu nona ditë për ditë. Dhe i herë në qinç, pra, është duke të nodhë ty në këtë formë. Pra kaloje i diçka t'ilë. Pra, vëllezërit e mi, këta njerëz vuajtën për çfarë? Për këtë fe. Për nuk është puna se thjesht ishin të pastre. Se kjo metodë dhe ka vazhduar. Këtu ne kuptojmë dhe diçka tjetër. Kuptojmë që xhamia ka një lloj shejtërie tjetër. Xhamia në kohë të ndryshme ka shërbyer për funksione të ndryshme. Pra ka shërbyer edhe për të pastrehet. Ka shërbyer edhe për të sëmurët, domethënë si kamp, siç do ta përmendim në betejën e Bedrit për shembull, që ka shërbyer ku profeti alayhis salam ka ndërtuar një kamp infermierie aty. Ka shërbyer domethënë edhe si vend gjyqi, ka shërbyer herë edhe si burg. Ashtu ishte nevoja. Jo ti domethënë pa nevojë pasi jo se po shkoj po shtrihemi çik në xhami se të pushoj. Pse s'ke ku më pushu ti që duhet më ushtri në xhami? Shko në shtriu atje ku ke për të ushtri. Unë nuk po them, mund të jetë një galimtar, mund të jetë një diçka, merr një shërbim, domethënë, okay, jemi dakord. Po ne po flasim domethënë që mos ta bësh metodë, mos ta bësh tradit. Pra xhamia ka një lloj shejtërie tjetër. Ndaj dhe u organizuan institucionet e tjera, dolën pa institucionet e tjera, të cilat zëvendësonin një pjesë të shumë punëve të ndryshme të cilat i mbulonte objekti xhami ose institucioni xhami. Ndaj ashabu suffe ose të strehuarit në borrin e xhamisë ishin një grup njerëzish, pjesa më e madhe e tyre ishin prej nevojtarëve të pastreve, qofshin këta të përkohshëm ose në kohë të gjata, ndërta Abu Hurajra, ndërta Abu Dharr, ndërta Handhala ghasilul malaika, ai personi vetëm të cilin ja kanë larë xhenazën me lajket. Do ta përmendun inshallah, në mundsoj Allahu në jetën e tij. Handhala ka qenë personi të cilin e kanë larë me lajket xhenazën e tij, ka shkuar profeti alayhis salam, ka thonë kërkojeni ku është Handhala, thotë e kanë gjetë sipër tokës kullonte ujë. Pra një distancë pak nga toka kullonte ujë. Thonë leheni sepse e kanë larë me lajket.
Pra pse e kanë lënë me lagët, ai ishte shahid, ishte dëshmor. Por fakti domethënë që ishte xhunub, ishte i papastër, i dërguar i Zotit domethënë synon që ta lajë atë dhe kush lejen i thotë se e kanë lënë atë me lajket. Një person i tillë ka jetuar në xhami. Të tjerë domethënë Medinas, të cilët kishin nevojë kishin nevojë për t'u edukuar, kemi nevojë të edukohemi, ka jetuar në xhami. Po domethënë marr në xhami ti me përdhos edhe aq punë sa mund të jetë arritur në një kohë cila do qoftë ajo me ardhmë me përdhos tjetër. Të vish në xhami, të vish të edukohesh, të marrësh mësim. Shpesh herë domethënë ne shohim njerëz të cilët i kemi në krah që nuk e kanë asnjë lloj edukate nga edukatat të cilat na ka mësuar dërgumi i Zotit. Për shembull, i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam thotë kush i han këto dhe ka bërë me shenjë urdhë, qepa, prasi. Kush i han këto? Fala yaqrabanna masjidana, mos i afrohet xhamive tona. Mos i afrohet xhamive tona. E konsumon burri huaj aty. Se nuk i hahet ai ushqimi aty pa qepa, ku do diun pa urdhë, preferencat e veta. E në të vjetë ty aty në krah. Ka ca metoda të bukura tash, e dëgjoj shpesh. Më vjen keq e dëgjoj edhe ka kolegë. I futi karafil thotë dhe ta heq komplet ty atë. Ai karafili ty të heq vetëm shijen nga goja jote o karafil, se nuk të heq erën. Nuk ta heq erën. Të heq vetëm shijen nga goja jote. E ty duket tani se jem rregull. Sa është i rat fikët ati që kem krah, sa është i rat fikët nuk ka gale. Nuk ka gale, dhe kjo është çështje tjetër. Po duhet më edukuar na. Kam për shku në xhami për shemb. Ja, nuk do të konsumoj. Kam për shku në xhami. Je të shku në xhami. Ai ke bë llogarin ke vetja, ke pa ke vetja, domethënë se vallë, ai në nivelin e duhur, pra i ke marr masat, je pastru, je vesh me rroba të pastra, i ke ndruar për shembull xheratë. Se ti mund të kesh ne gjithë ditën me ato rroba. Ja, s'ka më si gjojë, më rregull jam unë. Më rregull thu ti. Pa edhe më pyet mua që mund të jetë të mrat fikët për njerëz tate. Ndaj edhe profeti alayhis salam detyrohej për raste të tilla dhe çfarë thotë? E lamja e ditës xumë është vajib për çdo musliman. Po pse e thonë të vëllezërit e mi? Sepse njerëzit vinin nga puna, ashtu siç mund të jemi edhe ne sot, domethënë, vinin nga puna, vinin aty në xhami, nuk i kishte marrë masa. Ndaj edhe profeti alayhis salam jepte, domethënë, si metodë ose si mësim që të veshësh rrobat më të mira që ti ke. Por le të jenë të grisme, le të jenë të arnume për shembull, nuk ka problem. Këto janë më të mira që ti ke. Nuk ka problem domethënë se gjendja janë ato. Të jenë të pastra dhe të jenë ndër më të mira që ti ke. Të përdorësh parfum. Po nuk bë fajde parfumi me erën e djersës së. Hu sa dush parfumi, futi i miksim aty në duket vetë sikur çfarë bën. Merr vëlla masa se të shku në xhamin e Allahut. Në xhamin e Allahut ke edhe me lajke. Në mos qofsh nëse rob të cilët i kanë krah, domethënë mund të jenë bllokuar nga hunët, nuk kanë problem domethënë me erë, po ka me lajke vëlla. Me lajke thot pejgamberi alayhis salam i afrohen robit për ta dëgjuar atë çfarë ai thot. Pa ka thonë i dërguari i Zotit alayhis salam që unë nuk i haj këto domethënë urdhat e qepët e këto. Pra i dërguari i Zotit është vazhdimisht në kontakt me lajket, sepse unë kontaktoj me ata të cilët ju nuk kontaktoni. Pra me lajket. Që do të thotë që i bezdis ka era e keqe o vëllezërit e mi. Gjoja më urryer për dërguarin e Zotit kush ishte? Aroma e keqe. Pra po ti thojë të dërgumit Zotit çfarë aroma e keqe? Ishte bohataja, sepse ishte njeriu i cili përkujdesej më shumë ti për higjienën. Qoftë kjo higjiena e gojës, pra në larjen e dhëmbëve. Ndaj dhe thonte, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli salat, sikur të mos e dija, domethënë faktin që do ja vështirësoja shumë ummetit tim, do i kisha urdhëruar që ta përdornin mizvakun para çdo namazi. Çfarë është higjiena? Gjëja e parë që fillonte i dërguari i Zotit alayhis salam kur zgjoi për gjumi kush është? Larja e gojës. Shpërlante gojën e tij domethënë me mizvak. E mbante mizvakun aty afër dhe zakonisht e fuste në një tas me ujë dhe lante dhëmbët e tij. Për të mos i shqetësuar të tjerë ose për të patur domethënë nivelin më të lartë të pastërtisë. Nuk kishte problem që një rrobë të kishte edhe njolla. Se jemi njerëz gjallë, mund të marrë edhe njolla. Ama jo të jetë palar, jo të jetë pis. Njolla mund të ketë, po jo të quhet pis.
ka njolla të cilat nuk ikin. Tjetë të tillë, pra niveli i pastërtisë duhet të jetë maksimum. Niveli i pastërtisë të jetë maksimum. Qoftë në të gatuar, qoftë në pastrim, pra në rrobat e trupit, në vendin përreth. Ka shumë të cilët të lënë për të dëshiruar, pra çfarë ke mësuar ti për Islamit nëse nuk ke mësuar pastërtinë? Pra këta njerëz jetonin aty sepse s'kishin mundësi të tjera, ama kur me kalimin e kohës këta mundësi u rregulluan, jo më vaje që secili shkoi në shtëpi vet. Nuk mande i dërgumi Zotit, hajde se të fleshim xhamit, se të rrim xhamit. Pse të rrim xhamit, a ke shtëpi po? Po i ke dash të në shtëpi tënde. Nuk ka nevojë domethënë në xhamia që të flesh në xhami. Ndaj vëllezërit e mi domethënë. Ehlu Suffa ishte hapi i parë i ndërtimit të shtetit. Pas vëllazërimit që i dërguari i Zotit u bëri muhaxhirëve dhe ensarëve, hapi i dytë që ishte një zgjedhje, një alternativë dytë, ishte edhe kjo. Në të njëjtën kohë ishte edhe për të pastrehet të cilët mund të ishin kalimtarë, por edhe për ata të cilët ishin miq. Dhe kemi raste kur këta miq i dërguari i Zotit alayhis salam kur nuk ka mundësi vetë, thot kush e merr këtë për mik sonte. Kemi një rast ku një person thot i dërguari i Zotit që kush e merr për mik këtë sonte. Thot dhe ftoi njëri prej tyre, tha e marroni i dërguari i Zotit. Ishte ndër më fukarët. Ndër më fukarët. Shkoi në shtëpi dhe i thot bashkëshortes të tij që kam sjell një mik të pejgamberit alayhis salam. Po mirë do të thotë çfarë javi për të ngrënë. Pra shikon se në ç'niveli ishin o vëllezër. Çka thot aty për të ngrënë? Vallai thot vetëm për një person mjafton, nuk ka gale. Vej fëmijët në gjumë dhe kur tulem mund me të domethënë ta ulim atë dritën që mos shofi dhe ja vun mikut ato që kishin për të ngrënë. Miku hëngri thot ndërsa ky domethënë vetëm lumte pjatën bosh. Lumte pjatën bosh. O vëllezër, shkon që sinceriteti, me prit mikun e pejgamberit alayhis salam. Kur ka shkuar nesër tek i dërguari i Zotit dhe pret i dërguari i Zotit me gëzim të madh dhe thot Allahu qesh me veprimin e robit të tij. Allahu qesh me veprimin e robit të tij. Pra që shpreh Zoti domethënë po përcjellet na përcjell i dërguari i Zotit që Zoti habitet, kënaqet me veprimin e robit të tij i cili domethënë don t'ia mbulojë maksimum gjendjen në cilën të ndodhen këtij njeriu që është mikej dhe e pret atë mirë, e bën atë të ndjehet mirë. Ky është Islami, kjo është feja. Këtë duhet të arrijmë. Por po qemë më tregu se i komple hurmet me kaq. Ne janë ka ato të mira, ka sa të bëjmë në janë ka ato të mira, ato të mdhoja. Ishin të mushme me pajone, me arra, me gjona. Ato, kujt ja mundsoft Allahu, i bofshin mirë, Allahu nuk ka gjë mëngut që mi dhënë gjithëve. Dhe nëse ta ka mundsu Zoti ty, mos mendo se e ke me aftësinë tënde, por e ke me mirësinë e Allahut. Nuk e ke me meritën tënde, o vllai, e ke mirësi prej Allahut. Mirësia është edhe vlerë, por është edhe sprovë. Ndaj vlerësoje mirësinë e Zotit. Lutemi ty e madhnueshmi Allah na falë na mëshiro. Na bëjë se Zot në moral të lartë të Hazrat Muhamedit alayhis salam. Na bëjë jetën të lehtë dhe na mundso Zot të vëmë atë në shërbim të fesë tënde, na bëjë vdekjen të lehtë dhe na mundso Zot të vdesim me dinjitet dhe shahadet. Lutemi ty e madhnueshmi Allah sikurse na mundsohet të ndjedhemi këtë natë begat, e madhruar madhrinë tënde na mundso Zot që të gjithë bashkë me familjet tona, të gjithë ata të cilët i duam dhe duam për hatrin tënd, të mbledhen në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdaus. Zot, mos le asnjë nga njerëzit që janë prezant gjunaf pa u fal, lutje pa pranuar, hall pa ja zgjidh, dhe Zot mos lejo të dalin prej këtu, vetëm se të pastër siç na ka lënë. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.